Të nderuar shikues, ju përshëndesim nga Pallati i Sporteve Qasim Dervishi i Shkodrës, ku po luhet njëra nga gjysmë finalet e Kupës së Shqipërisë në volejboll për meshkuj. Vllaznia pret ekipin e Partizanit, ekipin potent të volejbollit shqiptar që drejtohet nga tekniku i njohur Ylli Tomori. Ndërkohë në kampin kuqe blu, tekniku Artan Kalaja dhe kolegu i tij Ermal Kraja kërkojnë të sfidojnë Partizanin për të shkuar në finale. Ndërkohë që gjithë në finale tjetër luhet në Korçë, ndeshja e parë Skënderbeu Tirana. Ndërkohë që javën e ardhshme përcaktohen edhe dy ekipet që do të kalojnë finale. Në këtë momente ju përcjellim imazhe të drejt për drejta nga seti i dytë i ndeshjes. Ndërkohë që në setin e parë ekipi i Partizanit ka fituar disi me lehtësi me shifrat 16-25. Edhe seti i dytë duket që po flete për Partizanin, që në këtë momente kryeson me shifrat 6-8. Ndeshja po gjykohet nga gjyqtari i Kullës Enea Dusha dhe gjyqtari i Fushës Kastriot Tota. Zhveshguesi i Federatës Shqiptare të Volejbollit e Petro Feshti. Aksioni për Vllaznin. Ka kthyer bloku i Partizanit. Ishte pikërisht Kris Martiro, i cili ktheu blokun shutimin e Vllaznis dhe realizoi pikën e 10 për Partizanin ndaj 6 të Vllaznis. Shërbimi për Muharrem Deliun e Partizanit e kalon shërbimin kapiteni Nikolin Qafarena i Vllaznis nga via 2 dhe nuk fal Kris Martiro. Përsëri suksesshëm në një formë të shkëlqyer. Kolegu ynë mediatik, gazetari i njohur i radio televizionit shqiptar, i cili bën mirë në dy fusha, edhe në fushën mediatike, si drejtuesi një programi shumë serioz dhe në fushën e lojës ku sot po spikat në formacionin e Partizanit të drejtuar nga Ylli Tomori. Pushimi i kërkuar nga Vllaznia, tekniku Artan Kalaja e shikon skuadrën e tij që nuk po shkon mirë, teksa ka humbur setin e parë 16-25, tashmë është në dizavantazh 6-11 në setin e dytë. Në fakt, kuqeblut e Vllaznis ka bërë mirë në këtë sezon sportiv, duke qenë në vendin e tretë, dhe katërshin më të mirë të play-offit në kampionat në Superligën e volejbollit për meshkuj, ndërkohë që tashmë janë në gjysmë finale dhe shënojnë finalen. Një rezultat i sotëm është një hap përpara për atë skuadër që fiton, ndërkohë që javën e ardhshme vendoset në Tiranë, në kryeqytet, skuadra që shkon në finale. Vllaznia apo Partizani në çiftin që po transmetojmë drejt për drejt nga Shkodra, si dhe në çiftin tjetër Skënderbeu apo Tirana. Deliu në shërbim për skuadrën e Partizanit, që është në krahun e djathtë të ekranit tuaj, kapiteni Qafarena, atje shkon përsëri topi dhe këtë radhë nuk mund t'i bëj blok familja Martiro, më themi dy vërzit me numër 6 dhe 7, Kris Martiro dhe Ledion Martiro, që janë në fushën e lojës. Dy numrat 6 dhe 7. Ledion Martiro dhe Kris Martiro. Shërbimi për Vllaznin. Ka shënuar Ledion Martiro pikën e 13 ndaj 7 të Vllaznis. Në shërbim është Leonardo Doda për Partizanin numri 4, shërbim me kërcimi i tij i gabuar.
Për të harruar, ky shërbim I Dodës e ka përplasur topin në pjesën e poshtme të rrjetës. Kapiteni Qafarena për Vllaznin në shërbim numri 12, ku piket janë 8-13 për Partizanin. Sulmi për të kuqë dhe Krist Martiro I papërmbajtshëm. Patyshim lojtari më I mirë deri në këto momente për ekipin e Partizanit. Disa pikë radhazin e vinë e parë për Martiron, që është në shërbim tashmë Krist Martiro. Se presim shërbimin e Krist Martiro, se ka kaluar, Jukli ka topin e parë, pastaj Gjun dhe Talani në rrjet, topi për Partizanin, që mblu Martiro tjetër. Sonte duke se është nata e Martirove, familjes Martiro, Ledion dhe Kristo Martiro që shënën pik pas pike. 8 Vllaznia, 15 Partizani që kërkon të marrë dhe setin e dytë, ku ka marrë dhe setin e parë, me shifrat 16 me 15. I fort I shërbimi Krist Martiros, por Vllaznia e manë në loj. Mos marrëveshje në kampin kuqe blu. Ishte Alberto Sierra që la një top të diskutueshëm që nuk e kapën kolegët e tij dhe pika 16 plus 8 Partizanin e këtë set të dytë. Krist Martiro storisti në shërbim për Partizanin. E blokon muri I të kuqve, gjuhëtjen e Sierrës, që konsiderohet një pikë forte e sulmit të Vllaznis, 2 ndrime tek Vllaznia. Në loj Curaj dhe Felis largohet Sebastian Palacios dhe kapiteni Qafarena. Duke se disi I paknaqur kapiteni Qafarena me çfarë shikohet, I paknaqur me rezultatin, por ndoshta edhe për ndrimin. Por kërkon tekniku Kalaja të ndryshojë diçka në fushën e lojës. Krist Martiro në disa shërbime radhazit e suksesshme dhe vjen në gabimi. Gabimi ndër të paktët e kësaj ndeshje. Buzqesh tekniku Tomori me Martiro teksa e zëvendëson për paksa frymare duke aktivizuar Filipe Emicon tek formacioni I të kuqve. Ka shënuar Emiko, 17 Partizani, 9 Vllaznia. Ndoshta më tjetë I nevojshëm një pushim tjetër I kërkuar nga tekniku Kalaja për të frenuar disi curin e Partizanit që po shkon nga pika në pikë. Është me shumë rëndësi kjo ndeshje sepse jep një shans për ndeshjen e kthimit. Gabon edhe Ledion Martiro nga shërbimi ndrim, me një largohet Ledion Martiro në loj, tekniku Tomori aktivizon Agustin Boratin. Kam një sinjalizim, nuk është Borati, por është Bonati. Në fakt protokolli e ka Borati, Agustin Borati, por me sinjalizojnë që është një figurë të madhe sportive. Si Jean Bonati, një veteran I nderuar I sportit të kryeqytetit. Ndërkohë pika 19 për Partizanin ndaj 10 të Vllaznis. Filipe Emiko në shërbim me kërcim I fortë I suksesshëm, nuk arrin ta mbanë në lojë Sierra. 10 Vllaznia, 20 Partizani. Pushim I kërkuar, pushim. Duhet ky pushim.
i teknikut Artan Kalaja, me një shkon plani i parë tek skuadra e Kuqe Blu. Kujtojmë që jemi drejt përse drejti nga Pallati i Sporteve, Qasim Dervishi. Portali Sport e transmeton këtë ndeshje të drejt për drejt. Unë jam Gasper Marku në rolin e komendatorit të këtij takimi, ndërkohë që plani kalon me njërë nga Vllaznia tek Partizani, ku tekniku i Llodomorri është i kënaqur me lojën e ekipit të tij. Vllaznia ka në protokoll në këtë ndeshje Sebastian Palacos, Sehat Duro, Endri Jukni, Gentian Curraj, Ardit Taflaj, Fation Cekini, Gilman Talani, Nikolin Qafarena, Gersi Jula, Alberto Sierra, Diego Ardila, Daniel Perez dhe Enid Daniku, tani Artan Kalaja dhe Ermal Kraja. Në kampin tjetër të kuq të Partizanit, të përtjedhëm dhe këtë sulm të Vllaznis, ka fau, thot gjyshtari i fushës dhe pik për Vllaznis. Tek Partizani në protokoll janë Klevis Dardha, Agustine Bonati, Leonardo Doda, Ledion Martiro, Chris Martiro, Muharrem Deliu, Jean-Claude Mucha, Angel Rodriguez, Osman Çepa, Jose Kaiser, Wesley Emiko, Norgen Baruti, Wesley Shlaku dhe Igor Goncalves. Trajner Ylli Tomori, Elton Tukseferi dhe Altin Gorenza janë për kratin e pankinën e të Kuqe. Takimi po gjikohet nga Enea Dusha, gjyshtari Kullës, Castelo Tota, gjyshtari fushës dhe vëzhgues i Federatës Shqiptare të Voleybollit Petro Feshti. Nurgen Baruti kalon shërbimin për Partizanin. Chris Martiro së bashku me kolegun e tij Goncalves kthen blokun e Vllaznis dhe pika 22 për Partizanin ndaj 11 të Vllaznis. 0-1 është gjendja seteve për ekipin e Partizanit dhe duket se po shkon 0-2, sepse diferenca është e dy fishte, 11 plus Partizani në këtë set të dytë, 11-22. Sulmi për Partizanin që gabon në këto momente, lojtari i huaj Angel Rodriguez. Në të dy kampet respektive ka lojtar të huaj. Tek Vllaznia kanë mbritur në merkaton dimror dhe dy tras dyshes Sierra dhe Palacos, kanë mbritur dy tjerë të huaj. Tjetër pik e Vllaznis dhe një sinjal ndoshta për Kuqe Blut. Gersi Jula në shërbim për Kuqe Blut që mërdoat rukit e Vllaznia ndoshta për një ringjallje, por e shpërdoron Jula. E shpërdoron këtë mundësi, më në themi, morale psikologjike, që mund të ishte diçka pozitive, me njëherë ndron tekniku Kalaja, rikthen në fush Endri Juknin, shërbimi për Igor Goncalves për Partizanin, sulmi për Vllaznin, e kap topin e parë Partizani, sulmon dhe me shumë sukses shuton atje Angel Rodriguez. Edhe një pik për skuadrën e Kuqe dhe mbyllet seti i dytë, dhe një pik i duhet Partizanit. 13 Vllaznia, 24 Partizani, shërbimi për pikën e fundit është me Goncalves. Vllaznia ka mundësi të avonoj pak sa festën Partizanit, për topi është përsëri dhe sulmi për Partizanin. Përsëri Vllaznia organizohet mirë dhe përsëri të ngul skuadra Kuqe Blu që shënon pikën e rradhës e 14 për Vllaznin.
plus 10 është Partizani, 14-24, edhe një pik i duhet skuadrës së Kuqe, por të shikojmë ato të ketë fort Vllaznia t'ja shty festën Partizanit për këtë set të dytë. Përsëri skuadra Kuqe Blu tenton, Partizani tash ka mundësi ta mbyll dhe e mbyll Rodriguez 14-25 për Partizanin, 0-2 një dominim total i skuadrës së Kuqe të drejtuar nga tekniku Ylli Domori, që po hedh një hap të sigurt, diçka vendoset në ndeshjen e kthimit, por nëse fiton 0-3 në Shkodër, Partizani është më komod për ndeshjen e kthimit, për të kërkuar ultimin drejt finales. 0-2 për Partizanin, me setin e dytë që mbyllet me shifrat 14-25, i pari është mbyllur 16-25 për ekipin e Partizanit dhe 0-2. Takimi Buxhikout nga Enea Dusha, gjyqtari Kullës, Kastrioti Tota, gjyqtari Fushës, dhe në tavolinë vëzhguesi i Federatës Petro Feshti. Kujtojmë që 2 ditë më herët në këtë pallat sporti Gjazim Dervishi ishte me të vërtet një super spektakel i Superligës së basketbollit meshkuj, ku Vllaznia dhe Tirana dhuruan spektakel në 4 perioda, ku fundi i buzëqeshi Vllaznis duke fituar me rezultatin 85-82 në një ndeshje ku tifozëria shkodrane ishte në kulm. Si rradhëherë në këtë sezon mbushi pallatin e sportit, por sot nuk ndjehet ajo atmosferë, nuk është ajo tifozëri. Një ndeshje në fakt me gjysmë finale e para këtij lloji, që do duhet ta kemi radhës javën e ardhshme në kryeqytet, ndërkohë që në mesditë Vllaznia e Superligës së futbollit, duke luajtur çerkfinalen e parë të Kupës së Shqipërisë, u largua nga stadiumi Adush Muçaj i Ballshit me fitore 0-1, vendosi goli i Lirim Kastratit, që shënoi nga pika e bardhë e penaltis në minutën 28, 0-1 për Vllaznin në ndeshjen e parë. Në ndeshjen e kthimit do të vendoset skuadra kualifikuese, ku natyrisht Vllaznia ka hedhur një hap të sigurt, por në fundjavë, ditën e diel, në orën 19:30 minuta, është super sfida Vllaznia Elbasani në Loro Borishi, ku informojnë publikun se përpara ndeshjes ka një spektakel për 107 vjetorin e themelimit të klubit Vllaznia, ku klubi Kuqe Blu ka organizuar dhe ka para përgatitur një fest. Prandaj edhe shikuesit sugjerohen të jenë më herët në stadium për ta shijuar këtë organizim që klubi i futbollit Vllaznia ka para përgatitur. Nis seti i 4 dhe nis me pikë për Partizanin, 0-1 rezultati, dhe barazon Vllaznia. Ishte Felic, Daniel Felic, që barazon 1-1, është vetë ai në shërbim. Çekini për Sierrën. Aktivizimi i Fatjon Çekini duket se i dha me xhalleri dhe me besim skuadrës. Pasuesi me përvojë i Vllaznis dha një kombinim cilësor, se solli pikën e dytë avantazhit, 2-1 për Vllaznin në setin e tretë. Shërbimi për Vllaznin i gabuar nga Daniel Felic, njëri prej të ardhurë në merkatën dimërore tek kampi Kuqe Blu.
Rodriguez për Partizanin në shërbim. Cekini dhe Vaznia mban në lojë, ndonë se me vëshërsi, por nuk mund të përballoj gjujtjen nga vija dytë e skuadrës Mysafire që pasi ka barazuar 2-2 me avantazhin e 2-3. Përsëri Angel Rodriguez me numrin 11 në shërbim për ekipin e Partizanit. I gabuar ky shërbim dhe barazim 3-3. Ka një rivalitet në këtë set të tretë, ndërrim tek Vllaznia, largohet i Jukti, rikthehet Talani tek formacioni kuqeblu. Gersiula është në shërbim për ekipin e Vllaznis. Shkurmi për Partizanin. Cekini për Sierren. Partizani është shumë i mobilizuar, por ka gabuar numri 16 Emiko, 4-3 për Vllaznin. Do të tentoj Vllaznia ta marrë këtë set dhe të rihap takimin. Jo pak herë ka ndodhur përmbysje të tilla kur nga 0-2 ka shkuar dhe në 3-2. Dhe ka qenë kjo Vllazni në këtë pallat sporti që ka përmbysur ndeshje jo pak të rëndësishme, por sot duket se me çfarë shikojmë do ta ketë vështirë përballë një Partizani të mirë organizuar që ka diktuar në dy setet e parë 16-25 dhe 14-25 dhe kryeson 0-2. Seti i tretë barazim 4-4. Krist Martiro në shërbim për Partizanin. Sulmi për Vllaznin. Bloku i Partizanit kthen shutimin e kapitenit Qafarena dhe 5-4 për Partizanin. Kujtojmë të jemi drejt për së drejti nga Pallati i Sporteve Çazim Dervishi i Shkodrës, ku po luhet gjysmëfinalja e parë e voleybollit për meshkuj, Vllaznia Partizani. Krist Martiro, drejt për drejt nga shërbimi, e ekzekuton një shërbim me të vërtet shumë cilësor dhe pika 6 për Partizanin. Një shërbim i radhës për Krist Martiro, numri 7 i Partizanit. Shikojmë Martiron, përsëri me sukses. Tjetër pikë e Martiros e kemi theksuar dhe me heret. Krist Martiro është në një formë tepër të mirë sportive sot. Kemi theksuar dhe me heret, është një koleg i ynë i nderuar mediatik, gazetari mirë i njohur i radio televizionit shqiptar në emisionin e mëngjesit dhe mjaft i spikatur edhe në fushën e voleybollit, siç po tregon edhe sot. Partizani një tjetër sulm dhe tjetër pikë e Partizanit është prekur. Është prekur tropi. Në fakt ka dalë jashtë vijave kufizuese, po është prekur në sulmin e Partizanit, prekur nga Vllaznia. 4-8 për Partizanin. Pushimi kërkuar nga trajneri kuqeblu Artan Kalaja. Dhe vazhdojnë emocionet e kësaj ndeshje që në fakt nuk po përcjellet mirë nga Vllaznia, është në dizavantazh 0-2 me sete dhe 4-8 në setin e tretë. Se do qoftë shikuesit tanë të minjor të Veriu Sport vazhdojnë të na ndjekin drejt për së drejti dhe njëri prej tyre është dhe Selami Pepaj që na përshëndet nga Anglia, ish trajner i suksesshëm i Vllaznisë së femrave që është pasur kampion me Vllaznin, tashmë jeton në Londër, atje ku drejton me sukses ekip futbolli, por djali i tij spikat në kampionatin e moshave. Shërbimi përsëri për Krist Martiron.
I fort ky shërbim, sulmi për Vllaznin dhe pika rradhës për Partizanin 4-9. Vazhdon të jetë i suksesshëm Chris Martiro. Shikoni planin e Martiros, që gati të ekzekutojë shërbimin, e bën një gjë të tillë. Vllaznia organizohet, Martiro ka topin e parë dhe Partizani shënon pikën e radhës, sërish në dirigjimin e shërbimit të Chris Martiros. 4 Vllaznia, 10 Partizani në setin e tretë, 0-2 gjendja seteve për ekipin e Partizanit. Chris Martiro në shërbim për ekipin Mysafir. Sierra e mban me kjo beloj Fels. Përsëri Partizani dhe është i papërmbajtshëm numri 19 Igor Gonçalves. Pika 11 për skuadrën Mysafirë dhe shërbimi i radhës shumë i suksesshëm i Chris Martiros, që nuk ndalet Partizani së shënurin përmes shërbimeve të Martiros. Shikojmë shërbimin në radhës, se këtë radhë e ka humbur. Duket që komplimentet e tepërta që i bëm me Chris Martiros ndoshta edhe kanë ndikuar që në këtë moment ta shpërdoroj shërbimin e tij, por si të qoftë, Partizani në avantazh 5-11 dhe shkon 5-12. Në loj për Partizanin aktivizohet dhe Klevis Dardha, si dhe Jose Kasir. Shikojmë që tekniku Ylli Tomori bën rotacion në formacion duke parë dhe dominimin e skuadrës e tij ndaj Vllaznis, ku kryeson me sete 0-2 dhe tash me 5-12. Lëshon në fushë dhe lojtar të ri, si që ishte këj moment, por ndoshta është heret për ta lëshuar. Nuk e di çfarë ka, Vllaznia proteston. Kapiteni Çafarena proteston për ndoshta nuk janë dakord për këto vonesa apo diçka tjetër. Këshillohet gjyqtari i Kullës në Dusha me kapitenin Çafarena. Nuk e kuptojmë që cili është problemi, ndoshta ndonjë problematik në rrjeshtim. Kjo largohet numri 15 dhe aktivizohet numri 2, ndoshta ky pas ka qenë edhe problemi. Largohet Kasir në fushë Bonati, duket i rreshtimi nuk pas ka qenë në nivelin konform rregullorës. E aktivizoi dhe e largoi nga fusha tekniku Tomori, që shikojmë që takohet me Kasir dhe duket që i kërkon ndjes dhe i kërkon qetësi, ndoshta për të lëshuar me vonë në fush, por shumë vonesë duhet ta pranojmë në këtë ekzekutiv të këtij shërbimi, ku rezultati është 5-19 për Partizanin. Sulmi për Vllaznin, Çafarena. Third bloku i Vllaznis, Sierra Talani, i suksesshëm ky blok i Vllaznis. Pika 6 për Vllaznin ndaj 12 të Partizanit, gjendja seteve 0-2 për Partizanin. Sierra në shërbim për Vllaznin, Alberto Sierra, një shuter
cilësori Kuqe Bluve. Tjetër pikë e Partizanit 13-6 në lojë lëviz dardha për Partizanin numri 1, duket një djalosh i ri nga pamja e jashtme. Tekniku Tomorit duket ka menduar për rifreskimin e skuadrës, duke i dhënë minuta në lojë elementi 3. Ndrymët tek Vllaznia largohet Talani në lojë Palacios, Sebastian Garcia Palacios për Vllaznin. Shërbimi për Partizanin, Emiko. Jugli ka topin e parë, Cekini, por kthen Partizani, kthen përsëri dy herrazin e blok dhe për herë të tretë kthen dhe shënon. 3 përpjekjet e Vllaznis, që të tërija i kthen bloku në momentin e tretë, vjen dhe pika e 14 për Partizanin ndaj 6 të Vllaznis. Avancon skuadra Kuqe, e cila është në krahun e majtë të ekranit tuaj, të nderuar shikues që u pendisni drejt për drejt të ndeshje nga portali Veriu Sport. Partizani, Bonati, Cafarena, Cekini, Sierra. Përsëri Cafarena, Cekini, këtë tenton ngecjen. Cafarena për Vllaznin, Bonati, jo, tashmë është Bonati që pason. Kombinimi e Bonati dhe Rodriguez sjell pikën e 15 për Partizanin ndaj 6 të Vllaznis. Dominimi plot i skuadrës së Partizanit, ndërkohë që tekniku Kalaja tenton me një tjetër pushim që të ndalë vrudhën e Partizanit. Diçka kërkon dhe kolegu i Kalas Ermar Kraja, diskuton me gjyqtarin e fushës, Castro Tota, ndërkohë që trajneri Artan Kalaja jep udhëzime të rastit për të bërë të mundur ndryshimin e situatës në fushën e lojës, kur Partizani është në udhëheqje të rezultatit me sete 0-2 dhe në setin e tretë udhëheq përsëri 6-15 plus 9 është Partizani me safi në avantazh në këtë set të tretë. Questi Emiko, Gjuman me veshërsi, Vllaznia nuk arrin ta mbanë në lojë. Nuk arrin ta mbajë në lojë dhe vjen në pika e 16 ndaj 6 Vllaznis plus 10 Partizani në këtë set të tretë. Sërish me shërbimi për Partizanin. Sierra, Cekini. Ka një prekje të rjetës, e ka dalluar gjyqtari i fushës, Castro Tota. Duket se ka qenë Norgen Baruti, ai që ka prekur rjetën. Ndrim tek Vllaznia, largohet Jugli, kthehet në fushë Gersiula, edhe tek Partizani ka ndrim. Osman Çepa, një veteran i skuadrës së Partizanit në lojë, dhe largohet Emiko. Kujtojmë se Çepa është një nga lojtarët dhe kapiteni i skuadrës së Kuqe, lojtar me shumë përvojë dhe me kontribute tek skuadra e Partizanit. Nuk arrin Çepa në këtë moment se ta mbaj topin në lojë. Pika 8 për Vllaznin. Sebastian Palacios në shërbim për skuadrën Kuqe Blu.
8 Vllaznia, 16 Partizani në setin e tretë. Gjendja seteve 0-2 për Partizanin, që shënon me Ante Rodriguez pikën e 17. Partizani po shkon i sigurt drejt fitores së pastër të kësaj ndeshje, nëse nuk do të jetë surpriza në pikën e vazhdim, çka nuk duket të ketë gjasa për një gjë të tillë, sepse Partizani ka nën kontroll lojën. Cecchini kombinon me kapitenin Çafarena. Një ditë jo, mund themi, për vllazninë e voleybollit meshkull, kur në fakt ka kaluar disa momente pozitive të këtij sezoni. Kemi përcjell fitore interesante dhe emocionuese të kësaj skuadre. Chris Martiro, numri 7, largohet nga fusha për t'i dhënë hapësirë aktivizimi Westi Shllakut, një tjetër i ri që i beson tekniku Pjotur Tomori. Cecchini për Felic. Vllaznia mban në lojë, Cecchini për Felic dhe vjen pika rradhës. E kthen vogujt kuqve, por jashtë vijave kufizuese. Pika 9 për Vllaznin. Largohet Bonati dhe tashmë është Kasier, ai që u fut në lojë dhe u largua pa shijuar aktivizimin. Tashmë duket është normal gjithçka. Konform rregullores e ka riaktivizuar tekniku Tomori. Sulmi për Partizanin me shumë sukses Rodriguez. 9 Vllaznia, 19 Partizani, plus 10 skuadra mysafire, se këtë rallë ka shërbimin me Jose Kasier. Duket se ka emocionin e këtë shërbim të parë në këtë ndeshje, e ka lënë me sukses dhe ka top me shumë vështirësi. Nuk ka reagim tek Vllaznia, se duket që është dorëzuar me këtë pikë. Thuaj se mund të konstatojmë që është një dorëzim i Vllaznisë edhe në setin e tretë, 9 Vllaznia, 20 Partizani. Shërbimi i dytë, i pari me sukses për Kasier, i dyti është humbur, 10-20. Ka një pesimizëm, një rënje të dukshme moralo-psikologjike tek kampi kuqe blu, edhe 5 pikë i duhen Partizanit për ta mbyllur ndeshjen, nëse nuk do të ketë ndonjë reagim tek Vllaznia. Cecchini, Çafarena, që nuk e kalon me sukses. Pika 21, diçka pretendon kapiteni Çafarena, por gjithsesi loja vazhdon 10-21 në lojë përsëri numri 1 i Partizanit Klevis Dardha. Është Kasier. Rrite e Partizanit. Cecchini dhe vjen do pikë rradhës për Vllaznin, 11-21. Të shikojmë të shërbim të Gerthi Jules. Bukur Jula, topi për Sierën. Ka prekjet e rjetës nga Partizani, duket që është Shllaku, një tjetër i ri që i beson tekniku Tomori. 12 Vllaznia, 21 Partizani. Është vonë për të reaguar Vllaznia, por të shikojmë të shërbim të Jules.
Shikojmë këtë sulmin Osman Çepa. Kthen Vllaznia, por Partizani ka mundësi të shënoj dhe ka shënuar me Igor Gonçalves. Pika 22 për Partizanin. Shërbimi për Uesti Shllakun. Ja kujton një emër, sidomos të futbollit të Vllaznisë dhe të Partizanit, Sildin Shllaku i madh, nuk e dim lidhjet që ka me të. Vllaznia kërkon të reagoj dhe hotim total tek Kuqe Blut është dorëzuar totalisht Vllaznia. Edhe 2 pikë i duhen Partizanit për ta mbyllur. 12 Vllaznia, 23 Partizani. Uesti Shllaku në shërbim për ekipin Mysafir e kalon me sukses. Sierra ka topin e parë. E kalon Palacios, sulmi për Partizanin. Kthen bloku i Vllaznisë, por përsëri Osman Çepa. Kthen bloku i Vllaznisë, por 6 vijeve të kufizuese. Pika e parafundit për skuadrën e Partizanit. 12 Vllaznia, 24 Partizani. Edhe 1 pikë i duhet ekipit Yllit për ta mbyllur gjithë ndeshjen me fitore 0-3. Të shikojmë shërbimin e Shllakut të Partizanit. Jukni, Çekini për Sierrën. Përsëri Jukni. Kalon në Palacios, sulmi ndoshta i fundit i ndeshjes. Por Vllaznia e mban në lojë Sierra dhe mbyllet gjithçka. Pika 25 e Partizanit ndaj 12 të Vllaznisë, fiton edhe këtë ndeshje ekipi i Partizanit me rezultatin 0-3, 12 me 25 seti i tretë. I dyti ishte 14 me 25, i pari 16 me 25 dhe Partizani largohet me fitore të pastër 0-3 nga Shkodra, duke pritur takimin e kthimit në kryeqytet me një avantazh të pastër 0-3. Fitoren në Shkodër, ku duket se kualifikimi në Tiranë është me shanse për Partizanin. Natyrisht një fitore në Shkodër mund ta arrijë finalin, por duhet pritur se çfarë do të provojë Vllaznia në kryeqytete. Të nderuar shikues, nga unë Gasper Marku në rolin e komentatorit ju përshëndes në mbyllje të këtij transmetimi të drejt për drejt nga Pallati i Sporteve Qasim Dervishi i Shkodrës. Edhe një herë ju rikujtoj rezultatin: Vllaznia 0, Partizani 3, takimi i parë gjysmë final i Kupës së Shqipërisë. Mirupafshim në takimet e tjera të drejt për drejta nga qyteti i Shkodrës.